Këto rëshqetje toke, ose këto glabërime toke me çka kanë si përfaqen e saj, do të ndodhin njëra në lindje dhe tjetra në perëndim. Unanimisht ulemat kanë thënë që lindje në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam kishte për qëllim lindjen drejt Medinës Resulullahit. Dhe çka do të ndodhi? Do të përpi këto lloj rëshqitjesh, do të përpin gjithçka ka prej gjallësave në shpinë tokës, në brendësitë tokës për zjarrin. Çfarë dënimi, subhanallahu. O Zot na ruaj. Në 10 hadithet Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që ka përmend një fjalë ndër 10 shenjat e mëdha të Kiametit dhe ka përmend disa herë rëshqitjen e tokës ose vllabrimin e tokës në to 3 drejtime, pra nga lindja, perëndimi dhe xhazirin ose gadishullin arabik. E 6-ta në radhë, sikur thash nuk ka rëndësi radhë, një fenomen ndëshkues dhe tepër ndëshkues që do të ndodhi para Kiametit, prej shenjave të mëdha, është dalja e mjegullës ose e tymit. Vetëm për këtë ajet kuranor i madh Allah xhelle xhelal ka zbrit një kapitull të tërë që quhet kapitulli i mjegullës ose i tymit. Thot i dashmi Zotit, para se dalim ke hadithi, thot Allahu xhelle xhelaluhu fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim. Rujuni asaj dite kur qielli thot do ta përpijë gjithë hapësirën e tokës me një tym dhe mjegull pa pamet, dendur. Dhe fjala mubin në gjuhën arabe është e llahtashme. Tym dhe mjegull e llahtashme, saqë s'ka për ta pa njeriu. Dhe kjo thot është Allahu xhelle xhelal një dënim dhe ndëshkim thot ndërmot rrethë për njerëzit që do të përjetojnë atë kohë para Kiametit që Zoti na arrit ya Rabbi. E për këtë thot i dashmi Zotit alayhi salatu wassalam, paraprinu këtyre gjënave të llahtashme dhe fenomeneve llahtashme me punë dhe vepra të mira.